në rrugë, në kafe, takohem me banor, me miq, me shok, nga zonat rurale, nga qyteti, të cilët vetëm ankohen. Madje një pjesë e madhe e tyre më thonë të kemi votuar. Gjithsesi, unë i dëgjoj. Por s'kemi rrugë, s'kemi ujë vaditës, bujqësia katastrofë. Edhe ato pak prodhime nuk i nxjerrim dot në treg. Agroturizmi, turizmi malor, në mëshirë të fatit. Dhe mua më lind pyetja, i pyes. Po si ka mundësi këto problematika para datës 11, ditën e votimit, nuk ishin? Pse nuk e reflektuat shqetësimin tuaj në votë, kundër atyre njerëzve të cilët kanë shkaktuar këto probleme? Edhe ata, në bisedën e tyre, thonë, po kujt, të hiqim një hajdut dhe të vendosim një tjetër, të hiqim një shpur dhe të vendosim një tjetër, prandaj një elit e re duhet të dalë, e djatha duhet të reformohet, të reformatohet, dhe pa tjetër që shpejt do t'jetë në pushtet. Ata përsëri ankohen, na kanë ikë fëmijët, kemi ngel vetën. E ku do shkoj? Po vazhdoj ky trend largimesh nga Shqipëria, ne për 10 apo 15 vjet do kthehemi në azil pleq. Ja ku po vjen koha. Viti 2029, viti 2033, ne do jemi të parët azilant në qytetet tona, Librazh, Prenjas. Por gjithsesi, ne duhet të japim kurajo, forcë, guzim, besim, besë njëri tjetrit, që të ndryshojmë të realitet të hidhur. Se si, koha do ta vërtetojë.